Çka pritni nga mbrëmja e sotme? Mendoni se do të kaloni mirë? Sigurisht që besoj që do të kaloj mirë. Mendoj që do të jetë një mbrëmje shumë e bukur. Unë kam për ta ndarë një shpërblim edhe besoj që gjithçka do të shkojë mirë. Shpresoj do të kalosh sa më mirë sonte. Faleminderit. Sukses. Faleminderit edhe për juve. Si zjeta? Çfarë mendon se kemi kaluar sonte? Shpresoj se mirë, më rëndësishme që jemi gjithë kolegë këtu dhe e festojmë vitin e ri e kryenë son dhe kret. Je njëri ndër të nominuarit, a mendon se kemi shpërbly? Shpresoj se të është puna e mirë, ndoshta është shpërbler. Shpresoj të kalosh mirë. Faleminderit shumë. Sukses. Miroma. Mirë se gjetëm, faleminderit. Çka pritni nga mbrëmja e sotme? Sonte presim me kalu mirë dhe normal s'di jena të nominuar, po m'duket për Po jeni. po jena të nominuar dhe këshirën çan do kryesorja marr pjesë, kryesorja këtë janë orë me zikë të vë DJ plan. A mendoni se komo shpërbly puna juaj që e keni bërë gjatë vitit 2008? Ma merr me nëse puna veç u shpërbly tash, pa marr parasysh sa morëm me çmim se ajo s'ka lidhje ai. Puna u shpërbly se atë nuk tregu të njerëzit edhe s'di çam shtu më shumë. Shpresoj të kaloni mirë sonte, suksesa. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Sonte një ndër mysafirë të praneshëm këtu. A mendon se kemi kaluar mirë? Po, besoj se po, se është një manifestim i cili është veç se tradicional edhe ja vlen që t'jem mysafir, jam i ftuar nga kompania Ziko. Do t'i përcjelli nominimet, ka edhe nominimet të cilat bëj pjesë edhe në për disa videoklipe, në për disa punë që i kemi bërë gjatë vitit 2008, kështu që shpresoj që do të kalojnë të gjithë mirë edhe i uroj sukses për këtë manifestim, për këtë spektakël do thosha që rrallë ndodhen këtu. A mendon se Ziko TV po bën shtytje për kualitet më të lartë lidhur me muzikën shqiptare? Kjo është vetë fakti që organizohen manifestime të tilla, vetë fakti që në televizionin Ziko promovohen shumë krijime të reja të këngëtarëve, do të thotë që shtytja është e madhe dhe besoj se edhe të ardhmen do të ketë sukses më të madh, pasi që ka nevojë artisti shqiptar përgjithësi që të promovohet, ka nevojë që të respektohet dhe në këtë rast unë e shoh një respekt veçantë nga Ziko TV për shumë artistë, për shumë këngëtarë me vetë angazhimin për këtë mbrëmje nuk është e lehtë. Flet mirë se kompania Ziko mendon edhe për artistë, mendon edhe për këngëtarë të cilët fatkeqësisht në këtë kohë kanë mbetë harresë të institucioneve, kanë mbetë në harresë të përkujdesjes ligjore, kanë mbetë në harresë të gjithëve dhe kështu që këngëtari është do thosha ka shumë të vështirë që të funksionojë si duhet pa përkraje institucionale, pa përkraje mediale. Mirë po në këtë rast Ziko po bën atë që po mundet të bëj dhe dëshiroj që të ardhmen edhe më tepër të bëj. Mirë shkëmbë, faleminderit për juve, kalofshi mirë. Faleminderit shumë. Rama mirë se u gjeta. Çfarë mendon se kemi kaluar sonte në këtë mbrëmje? Pa i spras në isan shumë, pra që më rëndësi është pjesëmarrja, pa lidhje. Jo, që di, vlerëson artistat sa që shka ka marrë me një rrisë edhe nashta vlerësona mirë, nashta jo. Njëri prej të nominuarve, mendon se kemi shpërbly? Pa i, nuk e di, s'di ato e dën publika njerëz për rreth, unë s'di ato. Mirë, faleminderit, shpresoj të kalosh mirë sonte, suksese. Faleminderit gjithashtu. Mirë Rama Gëncë, mirë se erdha. Mirë se gjeta. Je njëri ndër të nominuarit, a mendon se do të fitosh, do të shpërblehesh? Absolutisht nuk e di, unë pikë. E di që ka marrë dëgjoj mirë, edhe jam ka përkrahur domethënë me prezencën time as parë, për çmimin mos e këshyrim folim çfarë bëhet tek bëhet, çka të vendosin të tjerë. Mirë Gëncë, shpresoj të kalosh mirë sonte, faleminderit, sukses. Faleminderit zëbiu. Përshëndetje. A mendon se kemi kaluar mirë sonte, pasi që je një ndër prej mysafirëve këtu? Besoj që po, unë ju përshëndes dhe ju përgëzoj për këtë eveniment kulturor dhe të gjithë nominuarve ju dëshiroj suksese. Shpresoj të kalosh mirë, faleminderit për intervistën, suksese. Faleminderit gjithashtu. Mirë se gjeta. Çfarë po pret nga kjo mega mbrëmje sonte? Nga mbrëmja sonte shpresoj që të kalojmë sa më bukur. Jam i nominuar, tash shohim vendimin e jurisë. Mendon që juria ka vendosur me shpërbly sonte? Pa tash kemi punuar shumë gjatë gjithë kohës. Jemi mundu me bë klipe të mira dhe këngë të mira, tash ta shohim.
Mbrëmja e sotme ka si për qëllim shpërblimin e artistëve, punën e tyre që kanë bërë gjatë vitit 2008. A mund të përmend disa nga sukseset tuaja për këtë vit? Sukseset e mia kanë qenë viti 2008 ka qenë spoti Kamarera, kur kemi realizu, ka qenë një bum, është prit shumë mirë nga publiku. Faleminderit, kur shpresoj të kalosh mirë sonte. Faleminderit, ju përshëndes gjithëve. Mbrëmja shpat mirë se erdhët. Bravo. Çfarë po pran nga mbrëmja e sotme? Nga mbrëmja e sotme pres të kalojmë sa më mirë. Gëzohem për këtë eveniment, kaq madh, se cilin do ta ndjekim tani në vazhdim. Shpresoj që çmimet dahen sipas meritës edhe suksesit këngëtarëve që janë sonte këtu që jemi së bashku. Ju dëshiroj sukses Zikos dhe po ashtu juve si staf i Zikot Televizion. Faleminderit, shpresoj të kalosh shumë mirë sonte, suksese. Faleminderit. Mirëmbrëma Dafi, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Çka po prat nga mbrëmja e sotme? Spektakel, nuk di. Ta shohim këtu brenda. Je njëra ndër të nominuarit, a mendon se kime shpërbly? S'di, s'di ta shohim ato mrena, s'mund ta them as po, as jo, as... Më me thonë që po dukesh shumë mirë, kush u përkujdes për dukin tuaj? Dafina Zeqiri. Sa mirë. Mirë, Dafin, shpresoj të kalosh mirë, suksesa. Faleminderit shumë për juve. Mirë se u gjeta. Çfarë po prat nga mbrëmja sotme? Po faktikisht sa kam ardhur nga jashtë, apo stafat për të mbrëmje dhe besoj se pres shumë gjëra sonte, të jetë një mbrëmje magjike, edhe ku të ndahen edhe çmimet, kështu që pres shumë. A mendon se do të shpërblehesh? Nuk e di. Shpresoj. Shpresoj të kalosh shumë mirë, suksesën të ardhmen. Faleminderit. Mirëmbrëma Adelin, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Çka po mendon se kemi kaluar sonte këtë mbrëmje? Unë mendoj që do të kaloj një mbrëmje të bukur, ku do të kem fatin edhe me këndu. Do të shikoj kolegët e mi duke marrë shpërblime. Kjo është një kënaqësi në veti, veç kush e ka përjetu e din sa mirë është kur është dikon të marrë shpërblime. Edhe gjithçka që po ndodh sonte, po mos të më pëlqente, nuk do të isha këtu. A mendon se Ziko TV po bën shtytje për kualitet më të lartë lidhur me muzikën shqiptare? Sikur mos ishte Ziko, ndoshta edhe unë nuk do të isha kjo Adelina që jam. Për Ziko gjithmonë e kom pas një debulez veçantë, për shkak që ka qenë njëri prej producentëve të mi më të mirë edhe mbetet mik i përjetshëm i familjes Ismaili. Po flas për Zikon. Tash po flas për Ziko Televizionin, domethënë Ziko TV. Është një televizion në cilin gjithë familja jemi gëzu kur është hap, edhe e lutim Zotin me pas frekuenca gjithë Kosovën. Edhe ta shikojmë non-stop, se na pëlqen. Sonte po dukesh shumë bukur, kush është përkujdesur për duken tuaj? Faleminderit shumë për duken time, zakonisht për flokt, kujdeset Nagipi, e nuk e ndroj, Selma për grimin, ndërsa për veshjen, Hyrje Gashi, është stilistja për mu ma perfekte në botë. Ore të kalosh sa më mirë sonte, Adelin, faleminderit, suksese. Faleminderit edhe juve shumë, Ziko TV, the best.